Rej Spuza, patet që si kapiteni i ekipit thot të ngri parë i kupën, besoj që emocionet sot për ju. Është shumë emocion i madh për Zotin, sa hera parë që festoj kupën me Vllaznin. Allah është ton sakrifica mundi djersa i ton stafit, prej të lojtarëve deri stafin. Një kampionat i dominuar nga Vllaznia U16. Po, shumë i dominuar dhe i meritum sepse kena luajtur 14 kundër Tiranës, 3 janë fituar me rezultat shumë pastër, edhe një barazim që na kanë marrë për fat tyne. Çfarë të çoni nga ky vit? Një Çfarë të veçantë ju ka mbetur në mend? stërvitja për kushtimin e djemve. Mua më është se vite tjera. Cila ka qenë ndeshja më e bukur për ju në këtë sezon? Kjo ndeshje si s'ka se me kanë ndeshje tjetër, se është ndeshja për titull, barazim pikësh ishim edhe jella me goditin e fundit Tiranës edhe shumë me kupën. E filloni karrierën me një titull kampion dhe me shumë tifoz. Do të jetë kjo një nxitje për vazhdimin të karrierës? Po një nxitje e madhe jo vetëm për mua, për ton stafin, si thash edhe për ekipin, sepse hera parë ton Brezi 2010 që çojmë një kupë kaq të rëndësishme. Ky titull për kë shkon dedikim për Shpuzën? Për familjen gjithmonë, se më ka mbështetur, më ka marrë për krahas gjithmonë. Sa ndikim ka baba juaj Shpuza, trajneri i portierëve? Ka një ndikim të madh sepse më ka marrë gjithmonë në ofër, edhe e kam marrë trajner portierash, edhe ton hobet e parë e kam mësuar prej tij. Ku synon të mbrej Shpuza në vazhdim të karrierës sportive? Gjithmonë si çdo lojtar kam qejf me luajt me ekipin e vendit tënd me Vllaznin. Suksese. Suksese. Shumë faleminderit.